Antonelës, qa do i kishe bërë që t'ja kishe prishur mendjen, çfarë do i kishe gatuar? Besoj si lasagna ishte ajo, si do i kishte marrë zemrën, Pero, po pse jo pra, pse, qa ndodhi? Jo, se kam pas, domethënë, në vend parë, domethënë gatimin aty, se qikosh atë tjerë si ishin shumë të marrën për asaj gjaje s'desha me. Kur ke njerëz edhe në përkam, nuk është si jep maksimumin e kësaj guzhinimit, si nuk e eksperimentova. Shumë i urtë, i disiplinuar, i rregullt, i tërhequr, ti duhet të kishe luftuar çik më shumë aty për atë që pëlqeje vërtet, apo hyre me strategji për Antonelën? Jo, më kam njerë si kanë thënë për mu, si kam hyrë për strategji, por e vetë mja gja, si unë mendoshja në atë moment ishte një interes i vërtet që kisha me te, dhe unë e shpreva, më thënë, në fillimi se janë ca momente si njerëzit nalohen nga kjo gjë, kupton, nuk shprejnë emocionet o sentimentet që kanë për një njëri tjetër. Unë në atë moment ti që në momentin e parë që i ndjeve, i shpre? I shpreva interesin që kisha, po du më thanë, unë i thash si ajo mund t'ishte një tip si u afrotet e ideat e mia, idealet e mia.